Nderuar besimtar, s'ka dyshim se njeriu në jetën e kësaj bote është brumosur prej Allahut të lartësuar që të dëshirojë për veten e tij gjëra të cilat i ashtojnë atë mirëqenien, i ashtojnë komoditetin, i ashtojnë lumturinë dhe mbi të gjitha është dhe një zonë për të cilën njeriu përkushtohet shumë. Dhe kjo është zona e rehatisë. Pra, çdo njeri në vetveten e tij përpiqet që të ketë një zonë, të ketë një perimetër. E ky quhet perimetri i rehatisë. Dhe për këtë perimetër, për këtë zonë investon jashtëzakonisht shumë. Dhe pastaj çdo gjë që vjen për t'i prishur këtë perimetër apo këtë zonë, s'ka dyshim se njeriu, nefsi i njeriu reagon ose nuk e dëshiron, nuk e pëlqen diçka të tillë. Mirë po nga ana tjetër, ligji i Allahut lartësuar e dëshiron dhe e ka caktuar që sukseset, mirëqenia, lumturia, edhe njëre theksoj sukseset qofshin të kësaj bote, por lere më pastaj të botës tjetër, nuk arrihen pa e kapërcyer dhe pa e prishur këtë zonën e rahatisë. Për këtë arsye, po të marrim dhe të lexojmë me shumë vëmendje Kur'anin famëlart, mesazhet e dërguar të Zotit lartësuar nëpërmjet haditheve të tij, do të shohim se si na transmeton ne pikërisht thelbin e kësaj gjëje, për të cilën ne inshallah Zoti do ndajmë disa çaste bashkarisht sot. Zona e rehatisë. Kjo zonë e cila patjetër duhet kapërcyer, patjetër duhet prishur në mënyrë të tillë që besimtari i mençuri, ai i cili është ambicios, të arrijë suksese të larta në jetën e kësaj bote, por njëkohësisht të arrijë dhe xhennetet e larta në botën tjetër. Dhe ne ndajmë bashkarisht thjesht dy shkëputje. Nga jeta e dërguar të Zotit lartësuar, njëra është një thënie e tij dhe tjetra është një praktik, një ndodhi që ka ndodhur në jetën e dërguar të Zotit lartësuar për ta vërtetuar dhe për ta përforcuar akoma më shumë këtë gjë. E para është hadithi i mirënjohur që jam i bindur shumica prej jush, ndoshta edhe që të gjithë, nuk është hera e parë që e dëgjoni, e keni dëgjuar dhe herë tjetër. Është hadithi i mirënjohur që transmetohet nga Abu Huraira se si Allahu i lartësuar kur krijoi xhennetin, e krijoi atë, e stolisi atë. Imagjinoni pak lumenjtë e xhennetit, pallatet e xhennetit, pemët, gjelbërimi i tij, kënaqësitë e shumta të cilat i ka krijuar, madje i ka derdhur Allahu i lartësuar në xhenetet e tij, enkas për të shpërblyer robërit e tij dhe besimtarët. Në lidhje me këtë gjë, ju e dini shumë mirë që Allahu i lartësuar thotë kam përgatitur për robërit e mi të përkushtuar dhe besimtar çfarë syri s'ka parë, çfarë veshi s'ka dëgjuar dhe çfarë kur nuk mund ta imagjinoj imagjinata e njeriu. Fela ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Kur nuk mund të imagjinoj, kur nuk mund ta ndijej, ta përjetoj, t'i shkoj mendja, lere më pastaj të perceptoj njeriu, thotë Allahu i lartësuar, me imagjinatën e tij apo me zemrën e tij, me ndjenjat e tij, çfarë un kam përgatitur prej kënaqësive për robërit e mi të sinqertë dhe përkushtuar. Dhe pasha Zotin e gjithësisë, nëse nuk do të ishte në Kur'anin famëlart, në fenë e Zotit lartësuar, vetë se ky përgëzim, pra atë që ka përgatitur Allahu lartësuar për besimtarët e përkushtuar, do të mjaftonte. Imagjinoni pak se si e përmbledh Allahu i lartësuar këtë përgëzim. Kur nuk mund ta imagjinoj, lere më pastaj ta perceptoj zemra dhe mendja e njeriu çfarë unë kam përgatitur robëve të mi, thotë Allahu i lartësuar besimtar, prej kënaqësive të syrit dhe të zemrës. E ka përgatitur Allahu i lartësuar me dorën e tij, enkas për të shpërblyer. Pasi e krijon Allahu i lartësuar xhenetin, dhe xheneti është projekti i Zotit, krijimi i Allahut me një qëllim, enkas për të shpërblyer. Pret me pa durim, momentalisht është bosh për sa i përket besimtarëve. Mirë po pret që një ditë të hapen të teta dyer portat e tij dhe pastaj të vërshojnë nga të tetë këto dyer besimtarët sipas sifateve, sipas përkushtimit dhe sipas atyre veprave ku kanë qenë më së shumti të spikatur në jetën e tyre. Dhe do vijë një ditë, thotë pejgamberi Asam, dhe kjo është dita që njerëzit do të futen, besimtarët do futen në xhenet dhe do t'i shohësh të teta këto dyer të mbushura me besimtarë që lutim Allahun lartësuar, ne të jemi në këto rreshta dhe ne të jemi prej tyre. Pasi e krijon Allahu lartësuar xhenetin dhe e stolis atë, dërgon Xhibrilin
melekun më madhështor, melekun i cili karakterizohet nga fuqia, nga mençuria, nga besnikëria. Imagjinoni që përzgjodhin Allahu lartësuar nga mesi i miliarda melekëve për më fisnikun mision. Pikërisht për të marrë prej Allahut të lartësuar shpalljen dhe për ta zbritur të profetët e Zotit nga i pari deri tek i fundit më madhështori që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shkon Xhibrili dhe çfarë të shikonte? Atë vend që Allahu i lartësuar e kishte krijuar enkas për të shpërblyer robërit e tij të përkushtuar dhe besimtar. Aty ku ka çfarë syri, s'ka parë, veshi s'ka dëgjuar dhe kur mund ta imagjinoj imagjinata e njeriu. Kthehet dhe i thot Allahu i lartësuar çfarë pe? I thot Xhibrili, pasha krenarin tënde o Zot. Vetëm lajmëroj njerëzit. Dhe jam i bindur që të gjithë ata do të futen në të. Do të përkushtohen për të futur në të. Gjithë do të bëhet risk. Pastaj Allahu i lartësuar e rrethon xhenetin. Dhe ka quajtur pejgamberi alayhis salam bil makari, me vepra të cilat nuk janë të pëlqyeshme, të dëshiruara për nefsin. Me vepra të cilat ndoshta kanë dhe doza vështirësie, sikleti, sprova, detyra, angazhime, adhurime, namaz, agjërim, zakat, urdhërim për të mirë, ndalime nga e keqja, të qenurit gjithmonë në kufijtë e Zotit dhe kështu me radhë. Vepra të cilat janë të duhura në jetë, të nderojnë, të lartësojnë, të shpëtojnë, mirë po për nefsin, për veten e njeriut, nuk janë të thjeshta, apo nuk janë të dëshiruara. Të paktën, dhe ndoshta do ndalemi me këtë pikë se është shumë e rëndësishme, në fillimin e rrugëtimit, sepse pastaj vjen një moment që këto vepra edhe pse në fillim të rrugëtimit janë të vështira, vjen një moment që bëhen të dëshiruara për shpirtin, për zemrën, jo vetëm që bëhen të dëshiruara dhe të thjeshta, mirë po bëhen zemra dhe shpirti i besimtarit dashurohet fort me to, aty e gjën kënaqësinë, aty e gjën komplet lumturinë, sa që vjen një moment dhe nuk e imagjinon do të jetën pa shëtitur në këto kopshte adhurimi, detyrash dhe përgjegjësish. Për këtë arsye, merr edhe kuptim ajeti ku Allahu i lartësuar thotë, dhe ai që e ka frikë Zotin e gjithësisë ka për të shijuar dy xhenete, një xhenet në këtë botë dhe një xhenet në botën tjetër. E dini se cili është xheneti që ka për të shijuar besimtarin në këtë botë? Kopshtet e obligimeve, e detyrave, të angazhimeve që i ka ngarkuar Zoti i gjithësisë, vjen një moment që aty e gjën kënaqësinë dhe lumturinë. Për këtë arsye, pyet sot besimtarë dhe besimtare të përkushtuar, të mençur, ambicioz, që zemrën e tyre kanë të lidhur me Zotin e gjithësisë, cili është momenti më i lumtur, më i veçantë që ti veçon nga jeta tënde? Unë jam i bindur dhe kam mendimin e mi se secili prej nesh do shkëputi prej netëve të Ramazanit, që i ka shoqëruar me lot, që i ka shoqëruar me lutje, edhe pse në vetvete ka qenë në vështirësi, ndoshta siklet, agjërim, lodhje pa gjumësi dhe kështu me radhë. Për atyre kopshteve dhe momenteve më të spikatura në jetën e dikujt prej besimtarëve dhe besimtareve, është momenti kur ka nxjerrë prej pasurisë së tij, ka dhënë dhe ka shpenzuar dhe ka ndihmuar, apo momenti ku ka duruar dhe ka qenë i qëndrueshëm në një kader prej kadereve të Zotit, një caktim prej caktimeve të Allahut të lartësuar, edhe pse mundet që ky caktim të ketë qenë i hidhur apo të ketë qenë i vështirë për të përballuar. Këto janë kopshtet të cilat në fillim të rrugëtimit mbasi janë të vështira, mirë po aty pastaj e gjen gjithë kënaqësinë besimtari dhe besimtarja. Pastaj Allahu i lartësuar e rrethon me këto vepra të vështira për nefsin, apo për nefsin. Dhe i thot për të dytën herë Xhibrilit, shko dhe shikoje përsëri xhenetin. Shkon Xhibrili. E dini se çfarë ka ndodhur të nderuar? Shikon të njëjtin xhenet. S'kishte ndryshuar diçka për sa i përket përbërjes së xhenetit. I njëjti xhenet, me të njëjtat përmasa, me të njëjtin brendësi, me të njëjtin element, i njëjti xhenet, me të njëjtin përshkrim, me të njëjtat detaje. Mi po e dini se çfarë kishte ndryshuar? Tashmë ishte i rrethuar me vepra, me detyra, me obligime, me adhurime, me përgjegjësi, të cilat ka një kosto. Duhet të shpenzosh kohë, do të shpenzosh mund, energji, do shta dhe pasuri prej jetës tënde, të gjitha këto angazhime prej jetës tënde. Që do thot, në fillim kur shkoi për herë të parë, Xhibrili pa xhenetin që e ka krijuar Allahu i lartësuar enkas për besimtarët, mirë po nuk ishte kosto. Që do thot, ishte falas.
Po herën e dytë, Allahu i lartësuar i vendosi një çmim. Vendosi një farë kosto për të shkuar në të, në mënyrë që të mos futet me këtë xhenet ai i cili e meriton, por dhe ai i cili nuk e meriton, mirë po të futet vetëm ai i cili e meriton. Çfarë ndodhi? Xhibrili për herë të parë, pasi xheneti nuk ishte i rrethuar, i thotë Allahu të lartësuar, o Zot, vetëm lajmëroj robërit e tu dhe të gjithë do të jenë prej xhenetlinjve. Të gjithë do futen në xhenet. Normal, do të përshkruaj Zoti i gjithësisë xhenetin, zemra lidhet me të, e dëshiron, e dashuron, e natyrshëm dëshiron të futet në të. Pastaj në fund fare lodhje nuk ka, atëherë pse mos futet në të? Mirë po kur shkon për herë të dytë dhe shikon të njëjtin xhenet, mirë po tashmë duhet që të punonte, dhe tashmë është ajo gjë që me cilën ne filluam fjalimin, duhet të prishi robi zonën e rahatisë, dhe duhet punoj, dhe duhet lodhe, dhe duhet sakrifikoj. E dini se cila ishte përshtypja e Xhibrilit? Thot pasha krenarin tënde, o Zot, vështirë se futet dikush. Vështirë se do futet dikush në këtë xhenet. Çfarë kishte ndodhur? Jo, është i njëjti xhenet, me të njëjtët element. Çfarë kishte ndodhur? Tashmë duhej vepruar për të futur në të orë të nderuar. Tashmë duhej falur, duhej agjëruar, duhej dhënë zakat dhe sadaka, po duhet dhe kryer haxhi, po duhet dhe duruar, po duhet dhe qëndrueshmëri, po duhet të jesh dhe në rrugë të Zotit, po duhet të jesh dhe parimor. Për këtë arsye, atëherë xheneti ka një kosto dhe xheneti ka një çmim. Për këtë arsye, duke njohur Xhibrili dhe natyrën e dobët të nxituar të njeriu, Zot na ruaj, i thot, kam frikë, o Allah, pasha krenarin tënde, se askush nuk do të futet, në të. Çfarë kishte ndryshuar? Sepse e dinte Xhibrili, duke njohur natyrën e njeriu, e dinte shumë mirë që këto vepra ishin në kundërshtim me nefsin e njeriu. E dinte shumë mirë që njeriu në momentet caktuara orientohet nga kush? Nga rehatia, orientohet nga komoditeti ose mbahet peng madje nga këto të dyja dhe ka të vështirë që të investojë në atë gjë sado e shtrenjtë që të jetë. Ky është hadithi i mrekullueshëm, orë të nderuar, i cili ne na sinjalizon një mesazh jashtëzakonisht madhështor, që është ne në jetën tonë, për ditëshmërinë tonë që na ka dhënë Zoti i gjithësisë, do ta prishim rahatin. Madje në momentet caktuara, pse jo duhet edhe ta shkatërrojmë atë. Dhe të mos japim përparësia asaj ndaj kujt, ndaj qëllimit të ekzistencës dhe ndaj investimit të përjetshëm dhe ndaj atij vendi që Xhibrili tha vetëm lajmëroj dhe ua përshkruaj dhe të gjithë do të futen në të. Dhe të mos bëhet shkak dobësia e jon që ne të na privojë nga ky përgëzim madhështor dhe në fund fare nga vëmbanimi i përhershëm që ka përgatitur Allahu i lartësuar për besimtarët. Për këtë arsye, edhe një detaj tjetër ose një fragment nga jeta e pejgamberit alayhis salam. Pikërisht pa u zgjatur shumë, orë të nderuar, për të ilustruar këtë gjë, këtë mesazh të cilin unë dëshiroj ta ndajmë bashkërisht sot. Ta marrim me vete dhe ta kemi në përditshmërinë tonë, në punën tonë dhe në shtëpi kur të kthehemi. Dhe cili është punë, adhurim, lodhja, koncepti lodhjes, koncepti i dorëzimit në jetën e besimtarit nuk ekziston. Patjetër që në jetën tonë kemi nevojë të pushojmë, kemi nevojë të argëtohemi, kemi nevojë të investojmë dhe në komoditetin, në mirëqenien, në lumturinë, në argëtimin e vetes tonë, mirë po kurse dhe asesi nuk është gjithë jeta e besimtarit vetëm lojë, dhe vetëm gjumë, dhe vetëm argëtim. Pse kjo gjë? Sepse është përgatitur dhe është krijuar për ku? Për në xhenetet e larta, i cili për të futur në të, patjetër që duhen kaluar disa pengesa dhe duhen kryer disa obligime dhe disa detyra. Çfarë ndodhi? Pra, duhet prishim rahatin në jetën tonë. Çfarë ndodh? Ju dini shumë mirë që në vitin e 12 të profecisë, muaj përpara se të emigronte pejgamberi sa nga Mekka në Medinë, u aparaqet Islamin i dërguar i Allahut të lartësuar 15 fiseve, prej fiseve arabe në haxhin e atij viti. Do thot kush është i gatshëm ta besoj Zotin, të më besoj mua, të marrë dhe përsipër peshën e këtij misioni dhe këtij mesazhi. Dhe pastaj do ta nderoj Allahu në këtë botë dhe në botën tjetër.
Dhe u refuzua pejgamberi alayhis salam nga të gjitha këto fise, derisa vjen momenti dhe bën risk. Ja bën risk këtë privilegj dhe këtë mirësi Allahu i lartësuar një grupi djelmoshash prej ensarve, prej medinasve. E rëndësishme, në këtë periudhë vinte pejgamberi alayhis salam dhe takojnë të dërguar në Allahu të lartësuar 72 burra dhe 3 gra, të cilët kishin ardhur prej Medinës në këtë vit për të kryer haxhin, por dhe një mision, për të takuar të dërguarin e Zotit dhe për t'i bërë një ftesë, dhe çfarë ftese ishte ajo më fisnike e ftesave, për ta ftuar të dërguar në Allahu të lartësuar që të lindte të braktisë Mekën, ta lindte Mekën dhe të emigronte në Medinë, pse se banorët e Mekës nuk të meritojnë ti dhe as nuk e meritojnë mesazhin tënd, o i dërguar i Zotit. Ne jemi të gatshëm që të na bashkangjitesh, të ftojmë të na bashkangjitesh. Dhe jemi të gatshëm dhe ti vendos kushte për veten tënde dhe për Zotin tënd. Çfarë dëshiron që të na bëj risk Allahu i lartësuar që të na bashkangjitesh ne? E dini se çfarë kushtesh vendosi pejgamberi alayhis salam? E para, doni që unë t'ju bashkangjitem, po atëherë e para, ta adhuroni Allahun, të jeni të bindur, të dëgjueshëm kur t'ju vi mbar dhe kur t'ju vi vështirë. Sepse kur t'ju vi, kur njeriu t'i vjen mbar, të gjitha përballojnë, po në vështirësi, atëherë janë të pakta ata të cilët janë të qëndrueshëm, të vazhdueshëm, stabil, adhurues të Zotit të lartësuar. Të shpenzoni prej asaj që ju ka dhënë Allahu i lartësuar, kur jeni në komoditet, në mirëqenie, por dhe kur jeni në vështirësi, kur ke shumë, jep shumë, kur ke pak, atëherë përsëri t'japësh, qoftë pak. Të urdhëroni për të ke mira dhe të pengoni nga e keqja. Edhe kur ju vjen mbar, po edhe kur ju vjen vështirë. Të thoni gjithmonë të vërtetën dhe t'jeni parimor dhe mos keni frikë qortimet e njerëzve. Pa mos ndikoheni nga qortimet e njerëzve. Dhe të më mbroni mua nëse bashkangjitem dhe nëse evitek ju, siç mbroni gjërat më të shtrenjta që keni, veten, familjen, pasurinë, vatanin dhe gjithçka që ju keni. Dini se çfarë thanë? Thanë, nëse ne i përmbushim i dërguar i Allahut, çfarë do të jetë për ne? Çfarë është për ne? Pejgamberi alayhis salam u thot, lekumul janna. Ju do t'ju bëj risk Allahu, do t'ju shpërblet Zoti me xhenet. E dini se çfarë thanë? Thanë radhina, jemi të kënaqur dhe betohemi në Allahun o i dërguar i Zotit. As nuk e prishim me vetdije këtë marrëveshje, derisa t'i dorëzojmë shpirtin Zotit. Dhe as nuk kërkojmë që të prishet në një rrethan apo në rrethanën tjetër. Do ta gjësh ne të qëndrueshëm në të gjitha këto parime, derisa të dorëzojmë shpirtin Allahut të lartësuar. E dini se çfarë ndodh? Thuhet dikush prej komentuesve të Kuranit famlar, thuhet se Allahu i lartësuar zbriti për këta njerëz, por jo vetëm, ajetin madhështor ku Allahu i lartësuar thot inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu bleu prej besimtarëve veten e tyre dhe pasurinë e tyre në këmbim të xhenetit. Dhe ky është një premtim prej Allahut dhe një kontratë që ka nënshkruar Zoti i gjithësisë me besimtarët. Wa'dan alayhi haqqan fi at-Taurati wal-Injili wal-Quran. Dhe është një premtim që e ka dhënë Zoti në të gjithë librat e shenjtë. Deri te Kurani famlar. Që do thot premtimi ishte xheneti, sepse thelbi i këtyre kushteve, 5 kushteve, ishte prishja e rahatisë. Ta adhuroni Zotin, do prishet të rahatia në momentet të caktuara. Do shpenzoni prej pasurisë tuaj, prishet rahatia dhe planet në momentet të caktuara. Do urdhëroni për të mira dhe do pengoni nga e keqja, prishet rahatia. Do jeni parimor, gjithmonë atje ku është e drejta, parimor patjetër që prishet dhe rahatia në momentet të caktuara dhe nëse nevojitet, lipset, do mbroni fenë e Zotit të lartësuar me çfarë do lloj kostoje. Deri tek dhe me jetën tuaj. E pranuat po, atëherë kjo është një kontratë që e lidhet me Zotin e gjithësisë dhe Allahu i lartësuar ka premtuar që për çdo mund, për çdo sakrificë, për çdo kontribut, për çdo qindark, ta dini që jeni duke bërë tregti me Allahun, me Zotin e gjithësisë. Prandaj shikoni se si u kurorëzua se sa bukur. Ku Allahu i lartësuar thot, Allahu bleu prej besimtarëve. Çfarë bleu Allahu prej besimtarëve? Pra ka një treg që besimtarët tregtojnë, nxjerrin plaçkën e tyre në shitje, në treg. Dhe dini sa kush e blen këtë plaçkë? Është Allahu. Çfarë shesin besimtarët? Shesin kohën e tyre. Siç e keni shitur ju tani,
keni lënë punët, angazhimet, argëtimin dhe keni ardhur në shtëpinë e Zotit lartësuar. Keni tregtuar me Allahun. Dakor? Kush e blen? Blen Allahu. Duke filluar nga 10 fish, dhe në 700 fish, dhe në akoma më shumë, në varësi të sinqeritetit dhe në varësi të sakrificës, të përkushtimit dhe të vështirësisë që derdh dhe shpenzon secili prej nesh dhe secili prej jush. Shikoni se sa bukur kur Allahu lartësuar thot, Allahu bleu prej besimtarëve. E dini çfarë bleu Allahu, ç'blen Allahu prej nesh? Atë që ne na ka dhuruar. Bleu veten e tyre dhe pasurinë e tyre. Kush na ka dhuruar ne veten tonë? Dhe kush na ka dhuruar ne pasurinë tonë? Që do thot prej asaj gjëje që Allahu lartësuar na ka dhuruar, na ka dhënë, na ka bërë risk, thot o robi im, vendos diçka në rrugën time. Dhe përsëri fitimi tek ty kthehet. Interesi tënd është të mira në këtë botë dhe do fitosh dhe xhenetin në botën tjetër. Kjo është tregtia me të madhërishtmin, me bujarin, me Allahun e lartësuar. Prandaj orë të nderuar, për ta përfunduar, ne shpresojmë që të shkëpusim dhe të marrim disa mesazhe në këtë ditë të bekuar, që nëse duam xhenetet e larta, dhe nëse duam që të konsiderohemi dhe të klasifikohemi tek ata tregtarët e mëdhenj, të mençur, ambicioz, biznesmen të mëdhenj, të mençur dhe ambicioz, që tregtojnë me Zotin e gjithësisë, tregtojnë me veten e tyre, me kohën e tyre, me djersën e tyre, me pasurinë e tyre, dhe dini sa kush e blen? Blen Allahu nëpërmjet një kontrate, lën të burr, kur nuk humbet. Ai i cili tregton me Allahun e lartësuar, kur në asnjë moment, në asnjë çast, nuk humbet. Dhe Allahu i lartësuar na ka treguar ne edhe hapat drejt suksesit, qoftë xhenetin në botën tjetër dhe qoftë suksesit në jetën e kësaj bote. Fiksojeni edhe këtë gjë që e shkëputim nga ky mesazh i sotëm. E dini cilat janë këto hapa të skicuara në librin e Zotit lartësuar dhe të skicuara në fenë e Allahut lartësuar. E do suksesin në këtë botë dhe në botën tjetër? E para, duhet ta dëshirosh një gjë. E dyta, duhet përpiqesh për atë gjë. Dhe e treta, edhe nëse e dëshiron, edhe nëse përpiqesh, ta dish që nuk mjafton nëse nuk ja kërkon fort Allahut lartësuar dhe nëse nuk të jep sukses dhe nëse nuk ta bën risk Zoti i gjithësisë. Dhe këtë gjë e vërteton ajeti mrekullueshëm ku Allahu lartësuar thot: "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dhe ai i cili synon botën tjetër, xhenetin, kënaqësinë e Allahut, wa sa'a laha sa'yaha, dhe ndjek rrugën që e çon te kënaqësia dhe tek suksesi, te kënaqësia e Allahut dhe tek suksesi. Ndjek rrugën e dur me përpjekje, me sakrificë, me investim. Wa huwa mu'min, dhe është besimtar me zemrën të lidhur me Allahun lartësuar, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ta di që do ta gjej atë që ka investuar tek Zoti i gjithësisë. Atë që ka investuar, do ta gjej tek Allahu lartësuar, sepse Allahu kur nuk e trishton robin e tij. Dhe diçka tjetër shumë e rëndësishme për të nderuar, që ka të bëjë edhe pak me aktualitetin dhe gjendjen në stinën në të cilën jemi, siç një bim e cila në vetvete është e brisht. Gjatë verës ka nevojë për më shumë ujë, në mënyrë që të mbijetoj dhe ku je të mbijetoj. Ku je që të mbijetoj kjo lule apo kjo bim, edhe zemrat tona, edhe vetet tona, edhe qenia jonë ka nevojë për më shumë ujitje imanore të besimit në këto ditë ku jemi të ekspozuar më së shumti ndaj fitneve, ndaj tundimeve, ndaj problematikave që na vjedhin besimin ton, na vjedhin imanin, kontratën me Zotin e gjithësisë, njëkohësisht na shtojnë akoma më shumë plogështimin dhe dembelizmin, por nga ana tjetër edhe na hutojnë sepse duam apo nuk duam, vëllezërit, motrat janë të angazhuar edhe me angazhimet e kësaj dunjaje dhe shumë mirë bëjnë. Dhe lutim Zotin e gjithësisë që t'i begatoj Allahu i madhruar në pasurinë e tyre, në tregtimin, biznesin dhe në gjitha angazhimet e tyre, mirë po të mos harrojmë në këto ditë, që janë ditë ku investohet edhe për hatin, investohet për argëtimin, investohet dhe shumë për dunjan dhe shumë mirë bëni, të mos harrojmë pemën e brisht të imanit, ta ujitim sa më shumë. Pra nëse duhet të prishim rahatin në stinë tjetër, në momentet të tjera, na duhet që ta prishim akoma më shumë rehatin dhe të ndezim akoma më fort motor dhe të marrim akoma më shumë karburant dhe furnizim cilësor në këto ditë që jemi sot, në mënyrë që të dalim inshallah Zot nga ky sezon, inshallah me duar plot për sa i përket pasurive të kësaj dunjaje,
por dhe me iman dhe me zemër plot për sa i përket raportit me Zotin e gjithësisë. Dhe ua them me bindje, të dyja këto suksese nuk arrihen pa e prishur rahatin. Prandaj punoni të nderuar, punoni dhe shfrytëzoni të gjitha portat, të gjitha hapësirat për sa i përket mirësive dhe benefiteve të kësaj dunjaje, investoni për komoditetin tuaj dhe për miqënien tuaj dhe të familjes tuaj, mos u dembelosni dhe mos u bëni të plogësht, shfrytëzoni bereqetat dhe mirësitë e Allahut të lartësuar, sepse dora e sipërme është më e mirë se sa dora që lyp dora e poshtme, ajo që është poshtë, por njëkohësisht investoni dhe për xhenetet e larta dhe punoni shumë dhe ta prishim rahatin dhe të investojmë pikërisht tek xhenetet e larta me ndihmën e Allahut të lartësuar. Dhe përfundoj e thënë se prej duave që bënte shpesh, pse jo ndoshta në mënyrë të përditshme pejgamberi alayhis salam, ishte kur i kërkonte mbrojtje Allahut të lartësuar duke i thënë: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal. O Allah, unë të kërkoj mbrojtje nga paaftësia, nga paaftësia dhe nga dembelizmi. E dini çfarë është paaftësia apo pamundësia? Është një njeriu të dëshirojë diçka por nuk e ka mundësi. Zoti na ruaj. Ta dëshirosh diçka por nuk e ke mundësinë, je i privuar. Por edhe kjo kategori është e përgëzuar për faktin se nëse ka një jetë të mirë, Allahu ai quan sikur e ka kryer një vepër që e ka dëshiruar, por nuk i është mundsuar. Por më e keqe është dembelizmi, el-kesel. Dembelizmi e shikon vlerën, madhështinë e namazit, por nuk mund e mor vlla, por nuk mund e moj motor. Po pse? Po ja, kur të ma bëj risk Zoti, po e di se sa larg je nga momenti që të ta bëj risk Zoti, e di se sa larg një çast prishe rahatin, shpërvesh mëngët, shko me abdes aty dhe fal namazin. Kaq larg ishte, kaq larg ishe nga momenti që ta bën risk Allahu lartësuar. Dëshirë, përpjekje dhe lutje. Prandaj shumë prej njerëzve janë të privuar nga mirësitë e shumta të kësaj bote, por dhe nga mirësitë e botës tjetër. E dini pse? Sepse janë dembel, dhe janë të plogësht dhe japin përparësi rahatisë turpore, mirë po mirësitë, sukseset, lartësimet nuk arrihen duke i dhënë përparësi qefit, rahatisë, gjumit dhe kënaqësive trupore. Lutim Allahun lartësuar që Zoti i gjithësisë na bëj besimtar me zemrën plot me iman, të sinqert me synime të qarta, dhe kështu do t'i marrim inshallah Zotit të dyja mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Dhe i kërkojmë Allahut të lartësuar që të largoj prej nesh, prej vetes tonë, prej qenies tonë, plogështinë, dembelizmin, paaftësinë, të gjitha ato cene dhe mangësi të cilat e privojnë besimtarin nga mirësitë e Allahut të lartësuar. Allah ju nderoft dhe ju mbuloft me mirësitë e tij dhe ju begatoft Allahu lartësuar në veten tuaj, në pasurinë tuaj, në familjen tuaj, dhe na ruajt Allahu lartësuar nga çdo gjë që na vë në një siklet, për të cilin ky siklet pastaj është kosto dhe për fen tonë dhe për raportin që ndërtojmë me Zotin e gjithësisë. I çliroft Allahu lartësuar gjithë muslimanët kudo qofshin nga sikletet e kësaj bote dhe nga sikletet e botës tjetër, dhe i kërkojmë Allahut të lartësuar që na bëjë risk xhenetet e larta. Aqul ma tasma'un astaghfirullaha al-azim li wa lakum.